Nga kandidatët e paraqitur për prokuror në prokurim për ndjekje të krimit të organizuar dhe korrupsionit, Këshilli i Prokurorëve Publik zgjodhi 4 emra: Aleksandar Markovski, Engjëllushe Kadriu Lleshi, Ana Gogovska-Jakimovska dhe Ana Stojković-Dimitrovska. Shumica e tyre vijnë nga Prokuria e Shkupit, ndërsa Kadriu Lleshi është e vetmja me përvojë të mëparshme në këtë institucion, ku ky është mandati i saj i tretë. Procesi u shoqërua me kritika nga antari i Këshillit të Prokurorëve Adrian Demiri, i cili theksoi mungesën e aplikimeve nga përfaqësues të komuniteteve. 2 kandidate nga këto komunitete, Maria Gjorgjeva dhe Valentina Bislimovska, morën shumë pak ose as pak mbështetje. Ndërkohë, prokuroria Ivana Trajqeva, e njohur për hetimin ndaj policëve lidhur me tragjedinë e zjarrit në Koçan, nuk arriti të sigurojë votat e nevojshme. Në të njëjtën seancë, Këshilli nuk arriti të zgjedhë asnjë prokuror të lartë për Shkupin pas dorëheqjes së Mustafaj Rullaut, edhe pse kishte disa kandidat në garë. Сега Советот ќе отвори нов оглас и ќе терamo согласно закон процедурата. Сега тоа обвинителство функционира со вршителна должност, согласно закон. Таа е избрана негде декември, има 6 месеци мандат, значи уште има одлука и таа одлука ќе ја почитуваме до крај.